institucioneve, mirë po është përgjegjësi e gjithë secilit prej nesh, duke u nisur nga fakti që ne si shoqëri ende normalizojmë dhunën, ende nuk raportojmë ku ne shohim dhunë tek dikush tjetër, dhe këto janë disa shkaqe të cilët ende jemi të pa informuar rreth kujdesit, mirëqenies psikologjike të fëmijës, sepse fëmiu nuk kërkon vetëm kujdes fizik, mirë po ai kërkon edhe një kujdes natyrisht emocional, mbështetës dhe të ndjehet në një vend të sigurt siç është shtëpia. Kur flasim për rastin e tillë, natyrisht që për mua ka qenë të shqetësuese, saqë natyrisht nuk ishte e lehtë as të ardhja në intervistë dhe të flasim natyrisht për një gjendje të tillë, sepse jemi në mëdyshje se dhe sa raste të tjera janë të tilla. Unë sa e lexova që nëna vuante nga çrregullimet, mirë po për të cilat ka qenë në dieni qendra për punë sociale, gjithashtu kishte qenë në dieni edhe për rastet paraprake të cilët kishin ndodhur edhe me djalin, me fëmijën më të rastet të tjera në familje, jo vetëm me 5 vjeçar. Natyrisht në këtë pikë ne jemi kur nuk dim si kujt i besojmë. Fëmijët natyrisht nuk kanë zë të mjaftueshëm për të raportuar vetë dhunën të cilën e kanë brenda familjes. Dhe kur flasim për gjendjen mendore të nënës, unë nuk e vë në dyshim, ndoshta nuk dua të paragjykoj edhe gjendjen mendore të babait, pasi që nëse babai e sheh nënën duke ushtruar dhunë ndaj fëmijës ose e kundërta, kjo do të thonë që edhe tjetri është bashkëkryersi i krimit në këtë rast. Kështu që të dy prindërit duhet të është dashur të trajtohen. Mirë po, kur flasim për përgjegjësitë shoqërore, kemi përgjegjësi aq të madhe në edukimin, informimin, mirëqenien e fëmijëve. Jemi pak të informuar. Jemi më shumë